Vonesa nga ana juaj është vonesa e juaj. Në takimin me 61 kryebashkiakët e vendit për tryezën e paketës së maleve, kryeministri Edi Rama ishte jashpër me drejtuesit lokal, duke i kritikuar se janë shumë të vonuar në përgatitjen e hartave të zonave prioritare. Po ecet me një ritëm jashtëzakonisht të ulët në raport me atë që paketa vet ka në thelb, shpejtësinë në kuptimin e një burokracie të lehtësuar maksimalisht dhe shpejtësinë në kuptimin e mundësisë për t'i dhënë një përgjigje shumë të shpejtë atyre që shprehin këtë interes. Dhe kjo vonesë është dekurajuese për ata të cilët tani më e kanë quar sinjalin e tyre që janë të interesuar të hynë në këtë proces dhe prej disa muajsh nuk kanë marrë akoma përgjigje. Dhe kjo është tërësisht e kundërta e frymës me cilën u konceptua dhe u aprovua kjo paketë. Pjesën më të madhe të tyre nuk i kurseu në tërheqjen e veshit për të bërë detyrën që u ngarkon ligji. Mes pakënaqësive që pati shefi qeverisë me kryebashkiakët ishte edhe Shkodra, ndonse ka qenë një prej të parave që e ka kërkuar këtë ligj. Kjo vlen për gjithë deri ke Benet Beci që ka qenë promotori i kësaj pakete dhe unë Shkodrën nuk e shoh këtu. Po e kemi nis këtë punë bashkë kur ti nuk kishe mjekër, unë kisha, ti s'kishe. Tani ty mjekët është bësi unë dhe nuk ka ardhur akoma harta. Nuk ka ardhur akoma harta. Po të paktën në këtë rast edhe me Maliaj, edhe Fusharzi që janë këtu hudrat që na mbrojnë nga syri keq me lëkurën e tyre blu, nuk na kanë sjellë gjë, kështu që ju kanë shpëtuar nga vënia në pozitë shumë vështirë, se po të kishin sjellë ata pastaj do ishte problemi i madh, po as ata nuk kanë sjellë gjë, që tregon që si majtas si djathtas, kur shqiptarët flen gjumë. Zgjohuni nga ky gjumë edhe brenda muajit tetor duhet vinë të gjitha hartat. Rama urdhëroi ngritjen e një task force të përbërë nga 3 persona, të cilët do të shërbejnë për t'i ardhur në ndihmë apo për t'i lehtësuar procedurat personave që kanë shpallur interesim për të qenë pjesë e 500 të parëve që do t'i miratohet leja për të investuar. 500 investitorët e parë përfitojnë një kontratë 10 vjeçare ku për këtë periudhë kohore nuk do të paguajnë asnjë taksë në shtet. Ngriheni një task force menjëherë që të merret personalisht me gjithë ata njerëz që janë interesuar. Jo të gjithë ata që janë interesuar do arrin deri në fund mbase sepse duhet bëjmë projektin ashtu siç duhet etj, por ama të gjithëve i duhet bërë hizmeti deri në fund duke i orientuar. Në momentin që do shpallet zona, atëherë ata do duhet të paraqesin kërkesën zyrtarisht që juve do duhet ta shpallni në faqen e bashkisë. Paketa e maleve është një nisëm ligjore dhe zhvillimore e qeverisë që synon të nxjisë investimet dhe rigjallëroj jetën ekonomike në zonat malore, e ofruar për të gjithë të interesuarit, qofshin emigrant apo rezident, të cilët kanë dëshirën dhe vizionin për të ndërtuar në tokën e tyre. Nisma për paketën e maleve përmes projektit Investo në tokën tënde synon të ofrojë një qasje realiste për tërheqjen e investimeve në zonat malore, fal politikave të reja të mbështetjes kundrejt investitorëve.